Për sa i takon kripës dhe sheqerit, sigurisht që ne themi nuk duhen konsumuar. Të paktën deri në moshën 1 vjeçare, sheqeri dhe kripa nuk konsumohen. Po kur themi sheqeri dhe kripa, i referohem sheqerit dhe kripës të tavolinës, sepse ne edhe në fruta e marrim sheqerin, edhe kriprat i marrin nëpërmjet ujit, pra mineralet, apo nëpërmjet frutaperimeve. Por të shtuara jo, sepse sistemi renal i fëmijës nuk është përgatitur ende për të përballuar sasitë larta të kripës. Sa i takon sheqerit, një ndër gabimet ose le të themi një ndër problemet përse krijohet varësia ndaj sheqerit është prezantimi i fëmijëve që në ushqyerjen e parë me produkte të ëmbla. Normalisht ne jemi të projektuar genetikisht që ta konsumojmë sheqerin, se në fundit e kemi dhe karburant. Por ama në momentin që ne fëmijës ja prezantojmë shumë shpesh, shumë herët, në një frekuencë shumë të lartë javore, atëherë ky fëmijë me shumë gjasa do ta preferojë sheqerin, do të ketë probleme të nivelit të insulinës, do të ketë probleme edhe të shijeve, të dallimit të shijeve. Kështu që duhet patur kujdes, sepse nga dëshira për ta kënaqur një fëmijë ne mund të shkaktojmë probleme që janë edhe të vështira për të zgjidhur.